sigurisht që me dëshirë për të bashkëpunuar, gjitha gjërat shkojnë mirë, apo jo, Kati? Patjetër, mirëmëngjes. Ditë të mbarë. Faleminderit gjithashtu edhe për ti një ditë të mbarë. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, si gjithmonë ju uroj një ditë bukur dhe ju ftoj këtu te këndi joni gatimit me njëherë për të parë recetat që ne do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë neve sot? Neve do të bëjmë japrak, të cilët do t'i bëjmë me jo me gjetherushi, jo me si thua, quhen dhe doma faktikisht me lakra të ndryshme, me labot mund t'i bëni. Mund t'i bëjmë me sallatë jeshile. Bën kanë domethënë. Po, bëjmë. Sa mirë. Bëjnë madje dhe bëjnë shumë të mira. Pra do të na duhet sallatë jeshile, qep të njoma dhe erzat që është kopër edhe majdanoz. Më shumë dominon kopra. Kopra është ajo që i shkon mjaft këtyre lloj, domethënë japrakëve. Dolma, japrak, si të doni quajnë. Po, sipas trevave kam emërtime të ndryshme dhe sigurisht që gjethet e rushit quhen japrak, ndërsa kur i përgatisim me koklakër quhen dolma, pra do me thënë kanë një tjetër. Se kjo është diferenca? Ka një tjetër diferencë. Çfarë mblidheja ashtu? Edhe sigurisht, tani edhe në treva të ndryshme ka emërtime të ndryshme faktikisht që nuk do të ngelemi atje, ne të ngelemi tek mënyra se si do t'i bëjmë që bëjnë shumë të mira, shumë të shijshme. Edhe për ata që kanë probleme me shëndetin, është një gatim jashtëzakonisht i mirë dhe i shijshëm. Unë këtu do të përdor këtë lloj orizi, do me thënë që është mendoj të përdor këtë për çdo lloj gatimi. Do me thënë që mos të kemi problem, për çdo lloj gatimi do të na duhet ky. Gjithashtu do na duhet edhe lëngun e limonit që do të hidhet në momentin që do të bëhet ajo, si thua, mbushja e japrakëve, krip, piper dhe vaj. Pra këto janë vaj ulliri, vaj të zakonshëm, çfarë mund t'ju ndodhet juve në shtëpi. Kjo ishte receta e parë që neve përmendëm. Ju ka ngelur bukë në shtëpi. Gjithmonë ngel bukë në shtëpi. Atëre, e bëjmë zgjidhjen. Përveç se tranas, mund të bëjmë dhe një sufle me bukë, që do të thotë, kemi bukë, si shikoni këtu unë kam rreth një bukë, faktikisht për të konsumuar për gjithë familjen, për ta përgatitur në darkë dhe kalojmë vaktin e darkës. Ose të shtunave të dielave që jemi të gjithë në shtëpi, mund ta përgatisim dhe të bëhet një sufle shumë e mirë dhe shumë e shijshme për kaluar vaktin e mëngjesit kur jemi në shtëpi. Që do të thotë bukën të cilën e kam prerë në copza të vogla, po doni mund ta kaloni për një 5 minuta në furrë për të marrë një shije buka, ose dhe ashtu të ftohtë siç e mendoni juve. Gjithashtu, unë e them me bulmet, që do të thotë me djathra të ndryshme, një miks djathrash të verdha, me djathë të bardhë, vezë, qumësht. Pra këto janë përbërësit që do të na duhen për përgatitur këtë sufle, sigurisht vaj ose pak gjalp faktikisht dhe ar moskati. Ar moskati është ajo që do të japi atë shijen përfundimtare sufles me bukë dhe me bulmet. Këto patatet përsëri patate do t'i bëjmë një tavë. Tavë me patate. Tavë me patate, të cilat bëhen me hudhra të njoma, qep të njoma, kopër majdanoz, edhe piper të kuq speci. Këto, edhe vaj. I pas kemi shumë të larmishme recetat. Janë të larmishme, janë të thjeshme nga njëra, të thjeshta me pak përbërës, kështu që ajo që duhet të bëni është thjesht të qëndroni me ne dhe të na ndiqni hap pas hapi. Me cilën prej recetave do të nisim? Do të nisim me këtë që unë tek uji i valuar do të shtoj pak lëng limoni, që edhe këto të mos më nxihen dhe të më ngelen kështu të buta që i marim tani si që kam kështu. Pra, duhet të zgjedhim sallat me gjethe të madhe, me të shposhot, duke qenë se do të shërbej si flet për të mbushur, për të kaluar mbushjen pra brenda, kështu që thjesht këto tani nuk duan që t'i lëm brenda, thjesht valojmë ujin dhe vyshken. Edhe kalojmë domethënë në një enë të ftohtë. Gjethet e mëdha i përdorim domethënë për të mbushur dhe gjethet e vogla do t'i bëjmë një shtres në fund. Po, siç ndodh gjithmonë kur i vendosim në tenxhere. Pra, procesi i punës është pak a shumë i ngjashëm. Në tenxhere do të mbarojmë, siç e bëjmë gjithmonë me japrakët, me atë pjatën e mbuluar, është një lloj, po në vend të gjetheve të rushit apo të gjetheve të labotit, mund të përdorim interesante, domethënë sallatën jeshile dhe na i bën më të lehta japrakët. Ja, kështu thjesht një zbutje të lehtë, nuk do asnjë gjë, domethënë nuk duhet t'i lëm brenda në ujë. Valojmë ujin, e heqim më njarë, hedhim pak lëng limoni, edhe ja i kemi gati.
Tani do t'i lë këtu, të heqim këto dhe fillojmë tani për të bërë atë mbushje. Ndërsa së bashku shohim recetën në ekran. Me qënë se nga puna kemi nisur, gjëja parë që kemi bërë është sigurisht duke larë e pastruar mirë gjethet e salatës jeshile që do të na shërbejnë për të mbushur japrakët. Me çfarë do t'i mbushim, si do të bëhet mbushja e tyre dhe përfundimi i kësaj recete, së bashku kemi në ekran tani të gjithë përbërësit që do të na nevojiten për të përgatitur japrak me sallatë jeshile ose labot. Na duhen 2 tufa sallatë jeshile, 1 qep të thatë, 5 qep të njoma, 2 tufa kopër, 1 tufës majdanoz, 1 filxhan oriz, krip, piper dhe vaj. Kjo është receta e parë që ne do të sjellim sot, një prezantim të shkurtër të tjerave Katina e bëri, ndërkohë ne po ju lëm në ekran dhe pak sekonda përbërësit, se ndoshta i keni në shtëpi dhe mund përgatisni edhe ju që sot për drek një tavë me patate, qep dhe hudhra të njoma, meqense duhen pak përbërës, pra 1 kilogram patate, 1 qep të thatë, 6 qep të njoma, 5 hudhra të njoma, 2 tufa kopër, 2 tufa majdanoz, vaj, krip, piper dhe piper të kuq dhe një sufle shumë e shishme me pak përbërës dhe me atë bukën që mbetet gjithmonë në shtëpi dhe ndonjëherë nuk dim se çfarë ta bëjmë. Do ta përgatisim me 6 feta bukë, 4 kokra vezë, 3 filxhan qumësh, 2 filxhan mix djathrash, djath kaçkavall gjithashtu nëse keni, 1 filxhan djath të bardhë ose gjiz dhe arë moskat. Atëhere, kemi filluar me mbushjen duke skuqur në tigan si gjithmonë me vajin gold, me vajin më të mirë të farave të luledjellit nga kompania Teuta. Nis edhe gatimi ynë për sot. Që fillimisht hedhin qep të thatë, qep të njëm, nuk ka nevojë, domethënë thjesht na duhet një zbutje e tyre. Shtojmë edhe vaj dhe i përziem. Shumë mirë. Që të zbuten dhe që të zbuten sigurisht që gjithmonë kemi thënë që neve shtojmë me njëherë edhe krip. Po, tek qepa. Edhe krip. Dhe ndërkohë këtu kam erzat, po më parë se të ashut, bëj gati edhe orizi, sepse do të na duhen edhe oriz. Kjo varet në varësi, do me thënë të masës që kemi neve të salatës jeshile, do të përdorim edhe orizin. Sigurisht që do ta lajmë. Tërkohë që Kanti merret me larjen e orizit, unë po ju them se sot siç e përmendëm kemi zgjedhur pikërisht këtë paketimin e këtij orizit që ju shpëton për të gjitha gatimet. Pra nëse nuk keni shumë informacion për receta dhe nuk dini se çfarë të zgjidhni, ky ju shpëton gjithmonë sepse është për të gjitha llojet e gatimeve dhe pastaj nëse doni të keni edhe më shumë sukses në përgatitjen e recetave të ndryshme si tradicionale ashtu edhe më moderne, kompania Teuta, familja jonë e madhe, ka të tjera alternativa në çdo market dhe ne po i shohim tani që nga orizi basmati, arborio, carnaroli e të tjerë, ku ndërkohë në çdo paketim keni të detajuar edhe diferencën që bën një oriz nga një tjetër, gjithashtu edhe recetat e shefit që janë gjithmonë shumë të këndshme dhe ju japin edhe propozime se si mund ta përdorni orizin në gatime të tjera. Do presim të skuqen qepët. Dhe do të themi këtu tek pjesa e orizit do të shtrydhim edhe lëng limoni. Përse bëhet kjo? Lëngu i limonit e mban të shkrifët përveç se jep dhe atë vitaminën C dhe në bashkëpunim me këto jeshillëqet që e kanë të nevojshme, do me thënë lëng vitaminën C, për të përfitur atë hekurin që përmbajnë në jeshillëqet. Qoftë laboti, qoftë to. Kështu që edhe e bën të shkrifët, edhe i jep shije dhe ndikon në përthithjen e hekurit që përmbajnë në jeshillëqet. Do me thënë nuk është një sekret që ne përdorim vetëm te spinaqi. Te të gjitha jeshillëqet limoni ndihmon që të shlirohet vitamina C, që siç e dim, frutat dhe zarzavatet me ngjyrë të gjelbër e kanë me shumicë në përmbajtjen e tyre. Atëre do të zbuten këto, do të shtojmë kopër majdanoz, mbrapa do të shtojmë dhe orizin, piper të zi dhe do ta kemi gati pastaj mbushjen për të mbushur këto gjethet e sallatës jeshile. Pra shumë e thjeshtë për të bërë gati, sa të më zbuten pak se dua që të kenë atë zbutje, nuk e di se edhe kjo receta e radhës është shumë e thjeshtë që ta vendosim në furrë dhe të na ngelen pastaj për përgatitur këto dhe patatet në fund. Shumë mirë. Punojmë paralelisht për disa prej tyre që të kemi mundësi të sjellim të përfunduara në pjata e t'ja u tregojmë nga fillimi në fund të gjitha. Fundja kjo është kënaqësia më e madhe që ne kemi kur gatuajmë, përveç se t'ju japim ide, t'i nxjerrim edhe ashtu se si do të përfundojnë që ju të jeni të sigurt kur e gatuani në pjatë, edhe në pamje se do të duket se përshihen pastaj. Atëre këtu kam një miks djathrash.
Nuk është se shumë, mos e shikoni kështu se ju kam thënë gjithmonë kur e grim, ajo rritë volumin dhe duke sikur kemi shumë. Nëse s'kemi kaçkavalle, mund ta bëjmë dhe vetëm tjetër bar. Shiko, ka raste që fëmijët u pëlqen dhe e bëjnë edhe e duan edhe të hedhin ndonjë prosciutto brenda. Nuk është se përjashtohet ajo gjë, por unë mendova ta bëj kështu thjesht me bulmet. Pra, një shtresë të hollë me djathtë kaçkavall, miks djathtë rash të verdh në fund të tavës, copozat e bukës. Do ta bëjmë me 2 shtresa. Okej. Pra gjysmën e sasisë së bukës në fund dhe gjysmën do ta shohim kur do të jetë momenti. Do të hedhim djathin. Në fund fare do të rrafim vezët me qumshtin dhe do t'ja hekalojmë lart. Okej. Është shumë e thjeshtë si recetë, por ju garantoj që bëhet shumë e shijshëm. Edhe bëhet sikur po konsumoni një byrek me djath. Aq shumë e shijshme bëhet. Edhe sufle faktikisht vjen nga fjala, do me thënë, jo anglisht, frëngjisht. Andej e ka origjinën. E ka origjinën andej sepse rrit vëllimin. Ajo do të thotë, do me thënë, ajroset, një gatim i ajrosur që rrit vëllimin. Kjo është ideja e sufles. Atëherë, shtojmë pjesën tjetër të bukës. Dhe është një mënyrë e mirë, do me thënë, për të shfrytëzuar dhe bukën kur na thahet ndonjëherë, thash përveç se bëjmë trana, është mënyra më e mirë për ta përgatitur dhe është më e kënaqshme për të gjithë. Vazhdojmë me djathin. Djathin do mbaj pak në që do të rrafim dhe vezët këtu, do të hedhim edhe 3-4 kokra vezë. Okej. Hedhim dhe këtë djathin e bardhë. Do të na duhen 3-4 kokra vezë, të cilat ne zgjedhim të njëjtën vezë gjithmonë në çfarë do lloj gatimi që përgatisim në Vila 24 dhe sigurisht është veza që zgjidhni edhe ju, janë vezët e jetës O Vital, e shihni edhe në ekran që i keni në paketime të ndryshme, të mëdha, prej 15 kokra, gjithashtu edhe vezët me paketim 8 kokra, të bardhë dhe të kuqe, cilësia është ajo që nuk bën diferencë në asnjë prej paketimeve. Është emri që bën diferencën dhe është pikërisht veza O Vital. Një falënderim tjetër do doja të çoja tani edhe për 2 mbështetës të tjerë të rëndësishëm në gatimet tona e në kuzhinat tona, siç është kompania Atlas, e cila na vjen në ndihmë gjithmonë duke na furnizuar edhe kuzhinën tonë, duke na dhënë ide të reja në gatim me larmishmërinë e miellit, që nga mielli i thekrës, mielli me paketimin blu për çdo përdorim, mielli për pica, mielli për ballokume, mielli i mistrit i bardh apo i verdh, apo mielli farin ap që na vjen në ndihmë në përgatitjen e ëmbëlsirave apo kekrave, duke bërë shumë të shpejtë dhe të lehtë përgatitjen sepse ka gjithçka brenda, pra ju duhet vetëm mielli edhe nuk ka nevojë për aromatizues apo për pluhur pjekës. Dhe në fund fare s'keni kohë të gatuani. Kemi budin që është aty edhe është një vakt shumë i shpejt edhe i shijshëm për të gjithë familjen, e sigur që e preferoni, e blini dhe e shijoni bashkë me fëmijët tuaj që i duan, kanë shumë t'i hanë edhe kështu gjatë ditës, sa herë që kanë uri, fëmijët i kanë shumë qef. Atëre, sigurisht që fëmijët i kanë shumë qef dhe këto vezët i kanë mbajtur enkas për të parë, do me thënë, cilësinë e këtyre vezëve, edhe pse i hodhëm, do me thënë, ketasi, ashtu, do me thënë, nuk i trajtuam ashtu si duhet, ato trajtojnë vetë, sepse kur janë të freskëta, qëndrojnë kështu, në formë sy. Në formë syri, po. Dhe janë shumë të mira. Dhe përveç se shijes pastaj dhe vlerave ushqimore që përmbajnë vezët. Tani një përzierje, do t'i shtojmë këtu edhe armuskati. Armuskat, që e do. Ja, që e kam këtu. Aty e ke? Mirë, s'ka gjë, i lëvisim do njerë edhe në gjërat në kuzhinë. Ara muskatit është shumë aromatizuese, Kati na ka thënë një sekret që duhet ta kemi parasysh, sa herë që gatuaj me bulmetra, ara muskatit është shumë e shijshme dhe gjen terren gjithmonë. Këtë po kërkoje. Po. Po tani. Faleminderit. Se e kemi në tjetër vend dhe na del në tjetër vend. Po s'ka gjë, lajme, në të sistemojnë, ndonjëherë ndryshojnë dhe vendet dhe në shtëpi na ndodh që mos e gjejmë diçka aty ku e kemi lënë.
Kjo është që bën diferencën tani të kjo lloj, domethënë është një byrek, ashtu si shtem gjithmonë te bulmeti, gjithmonë hyn kjo ara e moskatit. Lutem Anil ma tarzoat se Ta trazoj. heqim atë vëmendjen edhe ngeleni Prekja kështu. se ndonjëherë më thua lëre ashtu siç është. Jo, tani po duhet. Edhe mund të shtojmë dhe orizin, Anil, lutem, Ja shtoj. Po, sepse u zbutën ato. Ndërkohë, si që shikoni, këtu kam 4 kokra vezë, kemi shtuar arë moskatit dhe po shtojmë edhe qumshtin, të cilin tani 2 litër, 3 filxhan, do me thënë rreth 1 kilogram, varet në varësi të bukës që juve keni, që do të përsheshni. Do të shikoni vetë. Tani këtë masën e pregatitur, do të hedhim lartë. Kati unë po e lë kështu tani, do më thua ti nëse ka nevojë të shtem. Sa e mirë doli kjo? Po bëhet shumë e mirë, Po Anila. pra, dhe thjesht fare. Shumë e thjeshtë dhe shumë e shishme. Nuk nga i byreku, do me thënë, që bëhet me pete, me këto gjëra, nuk do keni, do me thënë, do e thoni që do ta bëjmë dhe do ta bëjmë dhe herë tjetër. Do me thënë kjo buka zëvendëson mirë fare petët. Petët, makaronat, Po pra. se bëhet si brum. pasticcio. Ja, do ta shohim kur ta kemi dhe të pjekur, se nuk besoj se sa do, 20 Jo, minuta? nuk do me thënë. Mirë është të shiko, të qëndroj një 10 minutës kështu, Që ta thithi edhe të buka. përthitet buka dhe kështu, të bëhet me but, edhe pastaj vendosim në furrë. Tani, Kuptoj. të shplej pak dorën dhe të hedhim atë gjalpin. Dhe vendosim në furrë. Dhe kështu i jemi mirë me vënien para të punëve, nuk kemi nisur përgatitjen e tavës me patate, por duke qenë se siç e tham, edhe ajo recetë kishte pak përbërës, do të thotë që në përgatitje do të jetë e thjeshtë. Tani po realizojmë siç e pat edhe mbushjen që do të përdorim për japrakët, që sot do t'i bëjmë me gjethen e sallatës jeshile, gjë të cilën do ta tregojmë në pjesën e dytë për t'i dhënë kohë edhe mënyrës si do të mblidhen gjethet dhe për ta parë edhe ju pra të plotë recetën. Sufleja është gati. Gati për të vendosur në furrë. Furra, do me thënë thashën, juve në shtëpi do ta lëni një 10 minutës dhe pas ta vendoseni në furrë. Ndërsa ne tani do ta vendosim direkt në furrë, sepse duam që edhe në fund të na bëhet gati. Po, të na piqet. Tjetër që duhet t'ju them përveç se këtyre gjërave, po unë thash do ta sjell thjesht me pulmet këtë pjesën, mund thash mund ta bëni me sallam, me të ndonjë prosciutto, mund të shtoni në një spec të kuqe gogozhare i shkon, kur çon prosciutton brenda spec gogozhare, i jep një tjetër shije. Por unë e solla si thua si një lloj pasticcio. Po, në fakt tamam, përbërësit e pasticcios janë që nga djathi, gjalpi, qumshi e veza, edhe mundet pastaj nëse s'kan djath mund shtojnë edhe gjizë. Edhe gjiza nuk është Po, e kishim edhe në recetë alternativën. Çfarë mund t'ju ndodhet juve në shtëpi? Kjo është e rëndësishme, mënyra e përgatitjes është kjo, pastaj shtesat i bëni vetë. Okej, e vendosim në furrë dhe kemi 1 minutë kohë. Ajsa për të treguar se çfarë do të bëjmë kur të kthehemi në studio. Kati, kur të vim, do të nisim recetën e patateve apo do merremi me japrakët? Të shikojmë tani ndoshta mundet, shikojmë se si do të jetë koha, po mundet të fillojmë me patatet, që patatet fillimisht do të fillohet me qepot edhe hudrat për të kavërdisur, dhe kjo është shumë e thjeshtë për të bërë si recetë, por edhe kjo bëhet shumë e shijshme, edhe ekonomike. Janë ato gatime tradicionale që themi që janë ekonomike, por me shumë shije. Janë ato që mbetet pak qepe, pak patate në shtëpi dhe t'i kthejmë në një gatim me pak përbërës. Mirë, atëherë, ju presim këtu, tani është momenti që të bëjmë pak pushim, edhe ju gjithashtu së bashku me ne të informoheni në fleshin informativ të orës 9:30. Rikthehemi në studio, mos u largoni, kemi ende shumë gjëra për të treguar. Ja ku jemi tek ju përsëri, ne vazhdojmë të sistemojmë gjërat nga pjesa e parë, të bëhemi gati për pjesën e dytë, të shohim çfarë na duhet, ndonjë gjë që mund ta kemi harruar. Po jo, i kishim gjitha. I kishim të gjitha i kemi. Shef gati se dhe mund të ketë ndonjë gjë që mund të jetë këtu poshtë diku. Çfarë po përgatisim sot? Rikthejmë pak shpejt në Atëherë, ne do bëjmë japrak me, si thuash, sallatë jeshile,
Që do të thotë, kemi filluar fillimisht me një qep mesatare të thatë dhe kam mishtuar më mbrapa aty edhe qep të njoma. Pra një tufës qep të njoma, sepse ato janë që do të bëjnë atë diferencën dhe do të japin atë shijen e mirë tek sallata e jeshile, tek japrakët tonë, mund të themi ndryshe. Dhe më mbrapa kemi shtuar orizin, të cilin e kemi larë dhe e kemi kaluar me pak lëng limoni. Tham ato përse duhet të bërë kjo gjë, sepse limoni ka vitaminën C, e ndihmon orizin që të shkrifërohet dhe ndihmon dhe këto apraqet që të përthisim neve, do me thënë me vitaminën C të limonit, të përthithet hekuri e jeshillëqeve, qoftë gjetheve jeshile, sepse mund të kemi të ndryshme. Dhe tani, pasi kemi hedhur pjesën e majdanozit edhe të koprës, e kemi gati të masën e pregatitur, nuk ka nevojë që të shtojmë ujë, sepse kanë qenë ato pjesa e pjesa e bishtave të qepës që ka zbutur. Nuk ka nevojë që të shtojmë. Tani këtë masën e pregatitur, neve e hedhim këtu, sigurisht që kemi hedhur krip piper, edhe tani e hedhim në një. Tani kjo në shtëpi do ishte mirë të presim të ftohet një çik apo? Nuk ka nevojë. Ja. Këtu prandaj hodha unë tek kjo hapet edhe fillon edhe ftohet avash avash. Ftohet vetë ajo avash avash. Okej, shumë mirë. Këtë masën. Sa e mirë bëhet kjo? Bëhet shumë e mirë faktikisht. Dhe do të mbushim kështu këto gjethet e sallatës jeshile, të cilat janë kaluar shumë pak sekonda në një enë me ujë të nxehtë dhe me pak lëng limoni. Pra nuk lihen për të zier, thjesht zhyten, po e përsëris për ju që s'na keni parë në fillim dhe dalin kështu, thjesht vyshken pak. Po. Thjesht i zbutim pak, fare, do me thënë, i vendosim në ujë me pak limon edhe i nxjerrim direkt. Sa aromë të mirë vjen kjo nga këto erëza tani që u shtuan. Problemisht që s'kemi shumë sallatë jeshile, neve që të ashtu po s'ka gjë. Po kjo kështu përfundon sallata. Nuk është problem. Po s'ka gjë 5, 6, 7 sa të bëhen. Shiko tani se çfarë do bëj unë, që dhe janë visa, nëse nuk kanë shumë gjethe, do me thënë jeshile, kjo mos ashtu, nuk është se na vete dëm, në pjesën e fundit, pa vërtet, shpesh bëhet kjo. Bëjmë shtresën. Edhe mbi to, vendosim ato që do të mbushim. Edhe ajo konsumohet pastaj. Sigurisht, është e njëjta gjë. Po ka zonja që e bëjnë edhe kështu, me shtresa, do me thënë, bëjmë shtresën e parë me sallatë jeshile, bëjmë këtë mbushjen, vendosim shtres tjetër dhe kështu. Kjo është tani që ngjason më bukur, se për shije është e njëjta gjë. Po ato për bërës ka, po, edhe ajo mund të jetë një mënyrë. Nuk është se është gabim. Tani tjetra. Kjo do kohë. Do nënat dhe gjyshet që janë në shtëpi, nënat pensioniste dhe gjyshet që ti mbledhin një nga një, që të kenë durimin e mbledhjes. Ndërsa ato që janë në punë mund ta bëjnë edhe ashtu siç unë ju thash. Po, me shtresa në tenxhere. Këto janë më delikate, do me thënë, janë në këtë mënyrë. Po janë më të këndshme edhe kur i vë kështu në pjatë. Mirë, thamë që kështu janë shumë më bukur, nuk diskutohet. Edhe, por, për shpejtësi mund ta bëjmë edhe ashtu si unë ju thash. Shumë mirë. Tani nëse ky kërceli është pak më i ashtu, mund të mbani një thik juve këtu, edhe e prisni, por nuk e hidhni, e vendosni brenda në tenxhere, s'ka nevojë që ta hedhim. Këto gatimet që fillojnë tani me verën, janë shumë të këndshme. E pastaj do dalin gjethet e rushit, është laboti, që bëhen me labot bëhen shumë të mira. Është sezon fantastik tani në gatim. Janë sinapi, shiko se sa thjesht bëhen. Po pra. Bëhen shumë thjesht, do me thënë edhe shpejt. Ja ta heqim dhe këtë pjesën e kërcelit. Mund t'i bëni edhe me thikë, po s'ka gjë edhe kështu. Mirë tani. Sa më praktik në kuzhinë, sa më praktik. Më praktik faktikisht, më praktik e pa doreza, aman se këto dorezat. Po nuk bëjmë me elastik tani në kuzhinë. Kuzhina tradicionale, neve nuk gatuajmë këtu për shefat, ne gatuajmë për s'është kuzhinë gurme. Është kuzhinë tradicionale, tradita do dorë. Do me thonë me... Pa. Plus që ne në pjesë më të madhe të gatimeve i kemi me dorë, ne bëjmë shumë gjëra me brumë, me... Po. Kështu që... Kemi vendosur një tavë në furr, të cilën ta shoh një herë se kjo furra është detyra ime.
Ma ka thënë Kati. Se po u dojgjë, përgjegjësim ban ti. Tani çfarë kemi bërë te kjo furra? Ndërkohë që Kati mbledh edhe këto gjethet e fundit, ne shohim pak recetat, po përfitoj pak nga kjo koha e pauzës në gatim, sepse mbledhja bëhet njësoj nga japraku i parë deri tek i fundit, japrak me sallatë jeshile ose labot. Pra, përgatitja bëhet njësoj. Me sallatë më duket interesante, 2 tufa sallatë jeshile na duhen, 1 qep të thatë, 5 qep të njoma, 2 tufa kopër, 1 tufës majdanoz, 1 filxhan oriz, krip, piper edhe vaj. Çfarë kemi në vazhdim sot? Pra, këto do e gatuajmë tani. Tavë me patate, qep dhe hudhra të njoma, është kjo që ende se kemi nisur nga puna, do duhet ta shihni sepse shikoni se pak përbërës ka. Pra 1 kilogram patate, 1 qep të thatë, 6 qep të njoma, 5 hudhra të njoma, 2 tufa kopër, 2 tufa majdanoz, vaj, krip, piper edhe piper të kuq. Pra patatet i kemi në shtëpi, qepët përgjithsisht në shtëpi, hudhrat mund t'i shtoni nëse i doni të njoma, pra t'i blini. Hudhrat në dyqan? Në dyqan, po janë të gjendshme tani, janë në sezon. Kështu që shpejt e shpejt të bëni një tanve dhe ju si ne sot, që Kati na siguroj që shijon shumë. Dhe në furrë kemi vendosur stufle me buk, ta lexoj edhe këtë shpejt e shpejt, Kati nësë ndërpres, më ndjes. Bulmete dhe vezë. Na duan 6 feta buk, 4 vezë, 3 filxhan qumësht, 2 filxhan mix djathrash, kaçkavall, 2 filxhan mix djathrash kaçkavall, djathra të verdhë, siç na thot Kati shpesh, që edhe shkrin. 1 filxhan djathë të bardhë ose e gjiz edhe arr moskat. Këto janë vendosur brenda në një tavë, një shtres me djathë kaçkavall të grirë, një shtres me bukë dhe pastaj me pak djathë të bardhë dhe pastaj prap me bukë sipër. Videon e plotë e gjeni në YouTube pak minuta në vonë, nëse doni ta shihni, e sigurt është që është një tavë që shijon shumë, që ngjason pak me pastiçon, po ne do ta shohim pak me byrekun me djathë, na tha Kati, do ta nxjerrim pas pak nga furra, do ta shikoni dhe provojeni, sepse do të jetë një zgjidhje për këto vaktet e shpejta. Mund ta bëni edhe për drek, nëse s'keni bërë asgjë, për dark po e po pastaj që është shumë ideale dhe shijon shumë dhe bëhet shumë shpejt. Kati e mbushe? Plotësisht nuk e mbushëm Anila, se bën dhe atë shtresën në fund, po s'ka gjë. Neve treguam atë idenë se si bëhet, nuk e di, duken këtu? Duken, shumë duken. Kështu, tani është momenti i fundit që do të shtojmë pak vaj ullir, po të heq pastrojnë që tryezën ti me këtu. Në rregull, të ndihmojmë me diçka? Tryezën, nuk dua të të bëj që të më fshish, se të kam kështu të bukur të mirë, të të mbaj për... Nuk fshi. Thjesht informacioni që je për mua është kënaqësi, pastaj për këto gjëra të tjera... Po ç'a thua, o Kati? Ja, hajde ti tik unë, mos ta lëm kuzhinën bosh. Atëherë... Ja këtu. Ato do ta lëm edhe pak, edhe ujë të ngrohtë. E ka marrë një kështu sipër, një ngjyrë. Duhet të qëndroj edhe pak. Mirë, tani këto patatet se i ke prerë kaq holl. Kështu duhen prerë? Po, ashtu duhen prerë. Kështu i do kjo receta? Të lutem Anil, veç se më ndizë atë vatrën e sopës. Edhe ajo është që do të më duhet. Okej, po thoja apo i pat? Që duhen prerë holl të patatet. Kështu i dashka kjo tava. Shikoni? Kështu si jetë holla. Të holla fare. Edhe hudrat të prera imët, edhe qepa e prerimët. Tani të hedhim nga i vaj, apo të ashtu? Qëfar do të? E duhet vaj. Vaj, po ato që kemi hapur, pse ta qojmë do? Në rregull. Ja, se po hedhim nga ky vaj. Okej. A ka ngel... Si janë dhe, si këtë i vaj ngollë kemi. Vajnë më të mirë. Më i mirë është. Ashtu, e lam këtu. Këto qepën. Do të shtojmë edhe hudhrat. Nuk ka problem, do me thënë edhe këtu, ashtu si shë pjesa e saj. Ta gjej unë që do të duhet kripa tani? Po, pa tjetër. Pa tjetër që do më duhet kripa. Faleminderit tani. Saluta. Që më jep kaq kënaqësi këtu në kuzhinë edhe çdo gjë do me thënë. Të mbaj me mua beton. Edhe më hiq edhe stresin, me thënë të drejtën. Ka një gjë që e bëj mirë edhe nëse s'gatuaj. Të mbaj me mua beton. Dhe e bën shumë mirë, madje. Tani mbaje mirë vendin atij që unë të... Ha, qa më dhe, të përzini një gjë. Po, sepse unë... Këtë duhet ta mbulojmë ne, çdo i bëjmë këtyra. E pra, se i kemi lënë pa... Okej. Do më thënë janë vendosur japrakët në këtë tiganin të nxere që ne e quajmë, se kryen 2 funksione, është i thellë. Tani na duhet... Të ngrojmë pak ujë.
E do të nxehtë uji, no? Po, patjetër që duhet të nxehtë. Ta hiqim. Kam të ndezur e kam. Këtë se kam të ndezur. Edhe këtë e vendosim këtu. Dhe tani Do të na ngrohet uji, do të hedhim ujë në masë. Ndoshta edhe më pak, do ta mbulojmë me kapak dhe do ta lëmë të bëhen domethënë avash, nuk do as 25 me 30 minuta në temperaturë të ulët në mesatare. Ai do domethënë kohën për t'u bërë gati. Bëhen shumë të mira dhe shumë të shijshme. Por para se të hedhim domethënë edhe ujin do ta hedhim në cep neve tani që të mbajnë pak këtë pjesën e yndyrës. Shtem dhe pak vaj aty, a? Edhe në fund fare, do t'ishte mirë që ta bëni domethënë të kishit 2 lugë vaj për shumë ulliri, me pak lëng limoni dhe ja hidhni në momentin e fundit. Ajo do t'japi një tjetër lezet, një tjetër shije. Do t'i bëjt të veçanta. Nëse ju ndodhet, mund t'a shtonin, do me thënë, me vaj ulliri edhe me lëng limoni. Dhe edhe lëngu, edhe këto, do me thënë, marri një shije tjetër, bëjnë shumë të shishme dhe akoma edhe më të shëndetshme. Tani të vendosim të gjeme edhe kapakun. Punë më vete edhe kjo. E ndërkohë ai uji ka vluar, e shoj që është duke... Uji ka vluar, ja, uji duhet i vluar. Për punë e kripës e shikoni juve se në momenti që keni shtuar krip, dini që keni shtuar, nëse jo, e shtoni tek uji. Tani, do thoshja, nëse doni, mund të vendosni pjatë, por kur them që do t'i lëni në temperaturë të ullët në mesatare, nuk ka nevoj për pjatë, sepse këto janë delikate pjesën e gjethes salatës jeshile, edhe kështu që do temperaturë me patjetër temperaturë të ullët në mesatare, që mos të hapen, mos të prishen. Prandaj them që këtu nuk kemi nevoj për pjatë, kështu si që janë, duke i lënë të qëndrojnë në temperaturë të ullët në mesatare për rreth 30 minuta, do t'i keni gati. Në fund fare është ajo që ju thash me lëng limoni dhe vaj ulliri. Do t'ju bëhen të shkëlqyera, sidomos për ata që kanë probleme me shëndetin, diabetikët është ushqimi më i mirë për t'u konsumuar. Kjo s'na duhet më. Karoj aty tani te pjesa e patateve, që dhe kjo. Tani do t'i kthejmë recetës të fundit. Shumë e mirë, Anila, ati. Që bëhet atje? Mendoj se mos... Tani kjo, mua më duket e bërë, po aroma e hudrës atë edhi, Anila. A e ndjeve aromën e hudrës së njomë? I ndjeva. Atere, këtu shtë. Mua më duket. Dhe, ajtë se pëjmë baj me këtë smarim Ka ti më falë, një një sytë i furës. Mua më duket mirë, po shikoj ti me styrjen tënë. Shikojnë ju me në qika? Jo, mirë është bërë, Anila, nuk ka nevoj që të... Shumë e mirë ka dalë. Po kur thua ti, kam thënë dhe unë. Imaginoj t'i ndërë papje kërën, shumë e mirë ka dalë. Nuk diskutojët. Këta vash një qike rëndë, por... Ta nxjerë unë? Jo, që thua? Falemderit. Po shikojnë si është bërë. Ambisa mund të shikojnë kështu, por aromën e ndjejmë neve. Juve që ta ndjeni aromën dhe të shioni, pregatiteni në shtëpi se e patë mënyrë se si bëhet, shumë e thjesht, shumë e shpejt, edhe e shishme, edhe kënaqshme për kaluar vaktin e mëngjesit, apo dhe të darkës. T'ja u afroj pak më këtej. Shikoni sa mirë ka dalë. Mendoj që është me copë zabuke, edhe nuk kuptohet fare, as kur ta konsumoni, nuk kuptohet fare që është e bërë me Nuk do kuptohet fare se do jetë me bukë. Po, e pra. Nuk do kuptohet fare. Ma dje nëse duan, do me thënë që të hedhin pak më tepër djath, në momentin e fundit, nëse keni shtojni, djathi kalcium ka, gjë e mirë është, si pas mundësive, edhe unë ekonomike e bëra, nuk është se, ju thash edhe një që në fillim fare, nuk ishte se ishte ai djathi... Sa me merak e ka Kati këtë pjesë. E ka me merak, muaj, se të gjithë një lloj jemi. Kati ka me merak, që mos duket se ne këtu po bëjmë çuditëra edhe po shpenzoj më shumë edhe pra, gjithmonë ka në mendje kur sjell një recetë, që duhet të jetë njësoj me mundësitë që keni ju në shtëpi. Pra, mos duket që ne po shpenzojmë 1 kilogram djath kaçkavall këtu edhe shkuptim do kishte receta. Ja ku e keni në ekran tani, e hoqëm, por e pat besoj edhe unë e lexova disa herë, është shumë e thjeshtë, edhe shikoni sa e bukur del si tave pjekur dhe sa e shishme do tjetë, provojni që ta keni recetën tuaj që ju nxjerr nga situata her pas here kur s'keni gatuar diçka.
Dhe sidomos fëmijët nuk e ke idenë se sa u pëlqen kjo gjë. Pastaj thash për fëmijët u pëlqen dhe prosciutat fëmijëve dhe këto gjëra. Po, që mund t'i shtoni. Mund t'i shtoni ato gjëra. Ndonjë domate të vogël, ndonjë spec, gogozhare, domethënë ato janë gjëra të tjera. Unë e solla në mënyrë më të thjeshtë, vetëm me bulmet. Shumë mirë. Edhe tani këtu thjesht ne këto duam sa të na zbuten. Nxjerrin aromën e mirë. Këto janë gatime pranverore faktikisht. Tani fillojnë domethënë pranvera, janë këto jeshillëqet, janë edhe Anila, të lutem atje mundet ta ulim pak. Ta ul. Sa? 4? 3 fare vendosje. 3. Te 3 sjelash. Dhe ne kemi diku te 4-5 minuta kohë nga ky moment. Do të mbarojmë patjetër. Ja të mbarojmë edhe tavën. Tavën do ta vëmë në furrë, të cilën nuk do ta nxjerrim të pjekur dot në emision, por do ta keni në Balkan Web pak minuta më vonë, të përfunduar, ku do të shërbejmë gjithashtu edhe japrakët me gjetën e sallatës jeshile në një pjatë, ndërsa recetën që sapo pat më herët e mbaruam. Atëherë, sa heqim edhe këtë se zot na duhet. Okej. Pra është bërë gatimi i hudrave me qep të thatë, qep të njom, kopër e majdanoz. Dhe tani do të shohim se si kjo recetë do të vazhdoj. Sa të na zbutet neve kjo pjesa akoma, do me thënë që të nxjerrin ato aromat e mira, do të shtojmë këtu edhe patatet siç e pat që ju tregoj Anila, të cilat janë në fetza të holla. Janë këto patatet që e bëjnë shumë të mirë dhe shumë të shijshëm. Gatimin ton. I përzim, shtojmë edhe piper të kuq dhe gati për në furrë. Okej. Shkon sa e shpejt është? Shumë shpejt. Një gatim që bëhet shumë shpejt. Për këtë dua t'ju them ambisave që ta provojnë me patjetër, se dua t'ju them që do ngelen shumë të kënaqura. Është ai gatimi që ju thash që këtë lloj sigurisht që kalojmë vaktin e drekës kështu, duke përgatitur dhe një sallatë apo edhe me një sopës djath, por kjo shkon shumë mirë edhe me një peshk të pjekur apo dhe të skuqur. Vërtet? Po, është qenues shumë i mirë. Shumë i mirë. Madje them drejtën, këtë lloj gatimi e kam bërë një herë në një festival gastronomik që ka qenë në 2010 në Greqi, dhe u ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Do me thënë, kjo është traditë e zonës së jugut, ky lloj gatimi, nuk është se e bëjnë në Greqi këtë lloj recete. Edhe tjetër që kam, do me thënë që më kanë me qenë se erdhën këto gjëra tani, kur kam marrë medaljen e artë, ka qenë ajo gjella që kemi bërë byrekun me pul. Byrek me pul, sa i mirë bëhet ai. Dhe ata e bëjnë, por jo në mënyrën tonë. Kanë qenë këto dy gatime. Kemi ca gatime fantastike, me thënë të drejtën. Pastaj tava e kosit nuk diskutohet, por sigurisht tani është mësuar më, është një gatim që është bërë shumë herë. Okej, mendoj që është momenti? Po, është momenti tani që ta kemi në tavë. Tani kjo do të në tavë. Pjekja në tavë, besoj e do një 30 minutash, edhe pak më shumë, se do gatuem patatet. 35-40 minuta, Megjithëse janë të prera hollë. Janë të prera hollë, po sado, gjithmonë fura e do kohën, e do atë zgjatjen e kohës. Tani, në mënyrë tradicionale, faktikisht ne kalojmë në një tavë. Ja, dali, ta shikem të marrim atje më mirë, mos ta kemi të ky qelqi. Pse? Sa kemi një tavë? Po marrim një tavë të thjesht, një tavë normale, një tavë nga ato të shtëpisë. Më nga këto tava që bënim tradicionale, sepse është gatim tradicionale dhe le ta sjellim në tavë tradicionale. Kështu bëhet kjo, në tavë tradicionale duhet. Nuk ishte asgjësi për as ujë, as lëngje të tjera? Jo, do pak ujë, Anila. Po, ja prit një çik. E te prove fare, thuaj, mos na kurse edhe ujin. Jo, se më që të zhjim patatet pasaj. Okej, do pak ujë dhe në furrë, pastaj. Qëto bëjmë, do nxjerrim dhe japrakët nga furra, edhe pak nga pak do mbyllim pjesën e kuzhinës, gatimit për sot, duke ju kujtuar pak se të shtunën dhe të dielën do të kemi përsëri recetat e rikthyer, ritransmetimet më të këndshme, më të shijshme dhe që ju keni dashur më shumë gjatë kësaj jave. Kështu që mos harroni të na ndiqni edhe nesër nëse keni humbur ditë të caktuara të transmetimit live të kësaj jave që po lëm pas. Bëj shumë e shijshme kjo lloj. Tani jashtë ngrohur ujë, gjithmonë atë që them që e hedhim jo mbi to, në cep të tavës. Megjithëse unë do t'i shtoj pak piper edhe ja të shojmë, do me thënë mos të dali ujë mbi tavë, mbi patatet. Tani, Kati, duhet të ngutemi për... Ja.
Mbaruam tani, ja, kjo ishte e fundit. Kjo ishte bukuria e fundit dhe shija e fundit. Okej. Edhe pak vaj më Janila, se patate janë s'kemi... E duan e qik. Po kanë pak vaj ulliri janë visat, është momenti i fundit që duhet të shtojmë pak vaj ulliri. Në rast të kundër, ky vaj i gol është perfekt. Shumë e mirë është. Ta mbajmë këto, ta vendosim në furrë. Unë them që nuk ja vlen ta vendosim në furrë, sepse nuk është se do e nxjerrim dot gati. E lëm këtu thjesht për ta treguar se çfarë kemi bërë sot. Se edhe Ti shohim edhe ato. Ani, lutem na nxjerr pak të tavën. Si e keni? Me ngjyra, të shishme. Çdo bëjmë me japrakët se s'kemi kohë. Ja ta shikojmë tani. Më janë të nxjerrim dhe 2 japrak se beqametit, nxjerrim ja 2 këtu. Ku ti nxjerrim një plak beqameti thot Kati. Ti nxjerrim dhe ato një 2 këtu. Atëherë, thjesht 2 japrak për t'i vendosur, sepse duan edhe pak kanë për shtypjen. Do dhe pak në shtëpi, do t'i lirim edhe pak besoj. Po formën e mbajtën këto? E mbajtën, po pra. Kështu që nuk na turpuruan. Për të zjerë tani në shtëpi. Ja, të lumshin duar të Kati. Mos thoni se s'kemi që të gatuajmë në fundjavë. Ja u kemi dhënë idet, alternativat, së bashku me produktet që duhet të zgjidhni, që të keni shijen dhe suksesin që ne kemi këtu në gatim. Shumë mirë i ke, mos i nditë më fare, po mirë i ke. Tani, ta mbyllim. Po. Tani... Se qa ka një gjë, qa kemë se vendosh. Ka një gjë, më mirë të më përqetë të hidja pak piper të kuq që të bënde atë thyerjen, që është e vërteta. Ja, e bëjmë dhe thyerjen. Nuk më pëlqeu, do me thënë, ajo. Hajtë ta mbyllim tani, hajtë ta mbyllim se në presin të ftuarit. Që është e vërteta, Anila, edhe ju në shtëpi, cip e limonit, si qëtash, dhe lëngun e limonit dhe vaj ulliri. Ajo ishte që është qeshja mbitor. Që i bënda të si salc në fund, si krem, si lëng që do t'i shoqëroj. Kati të lumshin duart. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë. Fundjavë të bukur e të mbar. Gjithashtu edhe për ty zemër. Faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina Miropafshim, kalofshi një fundjavë sa më të bukur, kalofshi bukur ditën sot, gëzuar. Dhe shkojmë në publicitet, së bashku takohemi pas pak në këndin e të ftuarve tanë.